Një prej pikave më të njohura panoramike të Vlorës ka ndryshuar tërësisht pamje. Ajo që deri para pak kohësh konsiderohej një zonë e rrezikshme për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe amortizimit, për shkak të dëmtimit nga njerëz të papërgjegjshëm, tashmë është kthyer në një hapësirë të sistemuar, ku qytetarët dhe turistët mund të ndalojnë për të pushuar dhe për të realizuar fotografi. Ka përfunduar tashmë ndërhyrja për rihabilitimin e pikës panoramike, e njohur ndryshe si balkoni Vlorës në zonën e ujit të ftohtë, duke i dhënë fund punimeve që synonin transformimin e këtij këndi të veçantë të qytetit. Investimi ka ndryshuar ndjeshëm pamjen e zonës, e cila prej vitesh kishte nevojë për rikualifikim dhe masa sigurie. Në këtë hapësirë janë vendosur gjelbërim dekorativ, element të ndryshëm si ndriçimi, por edhe struktura dekorative që e bëjnë vendin më të rreqës për vizitorët. Gjithashtu janë krijuar ambiente ku qytetarët mund të ndalojnë për të pushuar, ndërsa panorama që ofron mbi qytetin dhe detin pritet ta kthejë këtë pikë në një vend të frekuentuar gjatë sezonit turistik. Çdo ditë këtu dhjetëra qytetarë dhe vizitorë ndalojnë për të admiruar peizazhin, por edhe për të realizuar fotografi, ndërsa transformimi i saj ishte një ndërhyrje domosdoshme, duke i dhënë Vlorës kështu një tjetër atraksion turistik. Megjithatë, krahas vlerave pozitive, investimi duhet të shoqërohet edhe me mirëmbajtje të vazhdueshme. Kujdesi për gjelbërimin, pastrimin e ambientit dhe riparimi menjëhershëm i çdo dëmtimi janë të domosdoshme për të ruajtur pamjen e kësaj hapësire të re. Një tjetër shqetësim i ngritur është edhe mbrojtja e investimit nga aktet vandale, ndërkohë vendosja e kamerave të sigurisë dhe monitorimi vazhdueshëm në mënyrë që elementët dekorativ, stolat, ndriçimi dhe infrastruktura e re të mos dëmtohen nga persona të papërgjegjshëm janë thelbësore. Investimet të tilla janë në shërbim të komunitetit dhe duhet të ruhen si pasuri publike, por ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe kontrolli nga institucionet janë dy elementë që do të garantonin një jetë gjatësi të këtij transformimi. Me përfundimin tashmë të punimeve, pika panoramike, e njohur ndryshe si balkoni Vlorës, pritet të shndrohet në një nga zonat më të vizituara të qytetit, duke u ofruar vizitorëve një panoramë brezlënëse të Vlorës nga lart dhe një ambient të rregulluar që i shton vlerë edhe imazhit të qytetit bregdetar. Megjithatë, sfida e vërtet mbetet ruajtja dhe mirëmbajtja e këtij investimi në mënyrë që ai të vazhdojë të shërbejë qytetarëve dhe turistëve për shumë vite.